Pse tani? 4 forcat që po krijojnë biznese të reja të energjisë. Në episodin e parë ne folëm për atë se çfarë është sipërmarrja në energjitë rinovueshme. Pam se ajo nuk është vetëm teknologji, është teknologji, biznes dhe politikë. Por sot dua të bëjmë një hap më tej. Pse tani? Nëse energjia rinovueshme ka ekzistuar për dekadash, pse po flasim kaq shumë për të pikërisht tani? Pse po krijohen kaq shumë mundësi biznesi të reja në këtë moment? Përgjigjja qëndron në 4 forcat që veprojnë njëkohësisht: klima, teknologjia, politika dhe investimet. Le t'i marrim me radhë. Forca e parë është ndryshimi klimatik. Për shumë vite energjia rinovueshme u diskutua kryesisht si një çështje mjedisore. Sot është shumë më tepër se kaq. Është një çështje ekonomike, politike dhe biznesi, sepse mënyra se si prodhojmë dhe konsumojmë energji duhet të ndryshojë. Dhe sa herë një ekonomi ndryshon, krijohen probleme të reja për t'u zgjidhur, dhe aty fillon mundësia pikërisht për sipërmarrjen. 2. Forca e teknologjisë është vendimtare. Panelet diellore po bëhen gjithmonë më të lira, turbinat e erës më efikase, bateritë po ndryshojnë, mënyra se si ruajmë energjinë dhe ajo që është më e rëndësishmja, teknologjia tani më mund të sjellë zgjidhje fantastike, të cilat nuk janë të shtrenjta dhe krijojnë treg masiv. Pra, përmirësohen kostot dhe rriten mundësitë e biznesit. Dhe këtu hyn pikërisht mundësitë për sipërmarrësin. Sipërmarrësi nuk ka nevojë të shpikë teknologji të re. Pikërisht i duhet vetëm të mendojë se si mund të zgjidhë problemet reale. Ndonjëherë nuk do të thotë domosdoshmërisht diçka që nuk ka ekzistuar më parë. Madje në shumicën e rasteve ka të bëjë me faktin e përdorimit dhe qasjes së re. 3. Kalojmë tek rregullimi ligjor. Është një nga sektorët, siç dihet, energjia nga më të rregulluarit të ekonomisë. Qeveritë përdorin incentiva, subvencione, kanë objektiva për energjitë rinovueshme dhe politika të ndryshme që ndjekin për shpejtuar tranzicionin. Për sipërmarrësit, kjo do të thotë diçka shumë konkrete. Nuk mjafton të pyesësh a funksionon teknologjia, por duhet të pyesësh a lejohet, a rregullohet, çfarë kërkohet për të futur në treg. Pra, për të punuar në sektorin e energjisë, duhet të kuptosh tregun e energjisë. Dhe kalojmë pikërisht tek investimet, të cilat është faktori 4, sepse tranzicioni nuk mund ndodhi pa këto. Teknologjia dhe investimet kërkojnë pikërisht kapital. Dhe gjithnjë më shumë kapitali po orientohet drejt teknologjive të pastra dhe energjisë rinovueshme. Por këtu është një dallim shumë i rëndësishëm. Investimi nuk krijohet vetëm biznes. Biznesi ekziston ku ka një mundësi dhe sipërmarrësi duhet ta identifikojë atë mundësi, ta strukturojë dhe ta kthejë në një model biznesi. Dhe tani ti bashkojmë këto të katërta. Pra tham klima, teknologjia, politikat dhe investimet. Asnjëra nuk mjafton e vetme dhe kur këto 4 forca bashkohen, krijohet tregu që po ndryshon. Dhe është një treg i cili shfaq problemet e reja, shfaq nevojat, shfaqen klientët e rinj në këtë treg dhe mbi të gjitha pikërisht shfaqen mundësitë për sipërmarrje. Po kush dhe kur e kthehen të gjithë këtë në një biznes real? Pikërisht sipërmarrësi. Mund të zhvillohet një teknologji e re, mund të krijohet një model i ri biznesi, por pikërisht duhet një sipërmarrës që të ofrojë shërbimin. Sepse nuk do të thotë domosdoshmërisht të shpikurit të një teknologjie të re. Nuk do të thotë modelet e financimit, të mirëmbajtjes, të operimit kanë ekzistuar gjithnjë. Por pikërisht mundësia vjen në momentin që kemi një sipërmarrës dhe që e çon pikërisht atë teknologji dhe gjithçka tjetër e çon pranë konsumatorit. Kështu që për këtë dua t'ju lëj me një pyetje. Nëse identifikoni një problem klimatik, nëse identifikoni një teknologji e cila po bëhet e mundshme, gjeni mundësitë e reja të kapitalit dhe zgjidhni pra të gjithë këto probleme, kush do të ishte ajo çështje, ai problem që ju do ta identifikoni si një problem, nevojë pikërisht për ta çuar në treg. Në episodin e parë folëm për energy entrepreneurship. Sot pam pikërisht atë që po krijohet në terren. Pra, një treg shumë interesant. Në episodet ardhshëm do të hyjmë cilët janë sektorët e energjisë rinovueshme dhe ku janë mundësitë reale
për sipërmarrjen.